ushtarak dhe ekonomik ushtarak duhet bërë me gjitha vendet anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit, përfshi edhe Kosovën, mundësisht edhe Bosnjën. Zoti Mediu, kur shef një marrëveshje të tillë, që në fakt në vrullin e gjithë lajmeve që po na ndodhin gjatë ditës, u mor si ato marrëveshje që firmosen, por që nuk për një moment nuk duken si një lajm rutinë, dhe më pas u kuptua, janë 3 ministrat mbrojtje të vendeve tona, Shqipëri, Kosovë dhe Kroaci. Dhe me njëherë, qytetarët mund mendojnë apo ndos diçka, a pritet diçka, pavarësisht asaj që thuhet publikisht, a ka... Ti marrë me radhë, do të apo ndodh diçka, po ndodh diçka. Do të çështjet e sigurisë janë bërë çështje primare të NATO-s, do ndryshimet gjeopolitike janë kaq rrënjësore, do të thënë aleancat që janë, do të qoftë ato kundër NATO-s apo qoftë brenda NATO-s, nuk janë në atë tradicionale në vetë, dhe kjo kërkonte padyshim një vlerësim nga ana jonë si shqiptar të vetë çështjeve të sigurisë. Por e theksoj që ne nuk kemi një Këshill të Sigurisë Kombëtare që të ketë autoritet për të trajtuar këtë çështje, është tërësisht i pavlefshëm, nuk funksionon, nuk është institucion serioz për gjykimin tim, dhe nuk ditë kemi një produkt nga Këshilli i Sigurisë për më tepër, një vend anëtar i NATO-s ka një strukturë permanente trajtimit të çështjeve të sigurisë, mbi të cilat pastaj derivon dhe politika e jashtme dhe politika e mbrojtjes e një vendi si vend anëtar i NATO-s. Dhe të gjitha këto, unë mendoj që mosdia nga ana e shoqërisë shqiptare është sepse edhe qeveria e shef çështjen e sigurisë, një çështje do të thënë që intereson vetëm asaj, që është më shumë se sa një qeveri. Në fakt në këto 3 vende është i vetmi vend që edhe nuk ka reaguar në këtë val reagime të kundërreagimesh pas marrëveshjes. Për gjykimin tim sepse nuk ka raport politik për Shqipërinë në këtë çështje. Është më hezitante për shkak të marrëveshjes që ka pasur në vazhdueshme me Beogradin dhe raportin ndërmjet Ramës dhe Vučićit, do të thënë kanë pas gjithmonë më shumë prioritet se trajtimet që kanë bëjnë me çështjen e Kosovës apo çështjen e sigurisë në rajonin e Ballkanit ose bashkëpunimi me vendet e NATO-s në Ballkan. Kurse Kroacia ka pasur krejtësisht hapur pozicionin e saj, të qartë për të përballur me këtë që po ndodh me Serbinë, e ka cilësuar Serbinë si një nga agresorët në rajonin e Ballkanit. Jo vetëm për atë që po ndodh në Bosnjë-Hercegovinë, por edhe në raport me Kosovën, edhe në raport me zhvillimet brenda Serbisë në pikpamjen e inteligjencës dhe të forcave të armatore dhe shpenzime marramendse që ato bëjnë në fushën e mbrojtjes. Dhe është i vetmi vend i cili ka investuar në rritjen e niveleve operacionale shumë më tepër se të gjitha vendet e tjera anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit. Kurse Shqipëria do të nuk di që të ketë një strategji për ndërtuar nivele operacionale ushtarake të cilat janë të vlefshme, jo vetëm për mbrojtjen e sovranitetit tonë, jo vetëm për interesin kombëtar në bashkëpunim me Kosovën, por edhe në bashkëpunim me vendet e tjera anëtare të NATO-s në rajonin e Ballkanit. Ndërkohë, Bashkimi Evropian po angazhohet në këtë drejtim, edhe pas pozicionit që ka shfaqur presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, edhe në fushën e mbrojtjes me miliarda euro në fushën e mbrojtjes, euro të cilat presupozohet, sipas një analize të paktën dhe shkrimi që pash tek Politico, përfitojnë edhe vendet aplikante. Në këtë rast, sipas jush, e kemi aftësinë dhe zotësinë për të përfituar në këtë mënyrë, duhet ketë diçka, një angazhim, një projekt nga ana jonë? Unë mendoj që Shqipëria ka nevojë për një strategji të qartë se çfarë nivelesh operacionale do të ndërtojë tokë, ajër dhe det. Kush janë ato kapacitete që garantojnë ose janë të domosdoshme për të kryer rolin funksional kushtetues që kanë forcat e armatosura. Dhe po ju them që jo 2% pas 5% nuk i dalin Shqipërisë për të investuar për 10 vjet me radhë. Prandaj them për ta bërë të efektshme çdo financim që bëhet në fushën e mbrojtjes, është e rëndësishme që të kemi disa politika të përbashkëta me vendet e tjera të rajonit Ballkanit, në mënyrë që ato investime që i bëjnë të jenë investime afatgjatë dhe të garantojnë operacionalitet forcave të armatosura dhe ndërveprueshmëri. Një ide e joint procurement për disa investime të rëndësishme, apo edhe smart defense, ndërtimi i strukturave ushtarake të përbashkëta, siç ka ndodhur në vendet balltike, për të përballur me një agresion të mundshëm, sepse deri tani kemi ecë me filozofinë që artikulli 5 është ai që na mbron nga gjithçka pa menduar se si duhet mbrohemi vetë, në një kohë që artikulli 5 do ketë vështirësitë e veta politike për të marrë vendimin në rast të një agresioni të mundshëm në rajonin e Ballkanit, dhe zhvillimet që janë në Ukrainë duhet na bëjnë që të mësojmë se si mund të ketë edhe zhvillime në rajonin e Ballkanit. Pastaj kërkesa për të investuar vendet e Bashkimit Evropian në mbrojtje, besoj që janë kërkesa drejta, janë kërkesa të cilat janë shtruar dhe nga presidenti Trump. Vendet për shembull të Balltikut apo Polonia po shkojnë drejt 5% investime të GDP-s dhe ne nuk duhet mendojmë se kur të kemi rrezikun atëherë të investojmë, por si duhet të investojmë paraprakisht në këtë fushë. Dhe vendet e tjera të NATO-s në rajonin e Europës kanë filluar të mendojnë seriozisht për të rritur kapacitetet e tyre operacionale të gjitha niveleve.
Kjo nuk do të thotë që do i ofrojnë financa Shqipërisë, Shqipëria duhet shikojë se çdo të investoj vetë dhe për të qenë efektive në gjykimin tim, është gjëja më e mirë që mund të bëjë është bashkëpunoj me vendet tjera të rajonit Ballkanit, si vendet vogla që të investojnë në mënyrë efektive dhe njëkohësisht të ftojnë në investime në rajonin e Ballkanit, industrinë ushtarake amerikane dhe industrinë ushtarake europiane.